Inshallah Taala sot, me lejen e Zotit lartësuar, do të flasim mbi një cilësi thelbësore që duhet jetë i pajisur besimtari musliman, që ka të bëjë me intelektin e tij, zgjuarsinë e tij, aftësinë e tij për të lexuar situatat e jetës së përditshme ku jeton, që mos të bie pre e mashtrimeve, mos të bie pre e gënjeshtrave, ku në radh parë ai vetë në karakterin dhe moralin e tij si besimtar duhet të jetë prej të drejtave, për atyre që nuk mashtrojnë dhe nuk gënjejnë, por edhe nga ana tjetër ai duhet që të jetë i aftë, që mos mashtrohet dhe mos gënjehet nga të tjerët. Sepse ne po jetojmë në një botë globalizmi sot, ku bota është bërë shumë e vogël, ne njoftohemi, i marrim lajmet në kohë rekord, çfarë ndodh në çdo cep të botës, gjë që s'ka qenë më përpara. Por normalisht këto fakte, nëse patjetër në perspektivën islame do të ishin dobit njerëzimit, do të ishin gjëra të dobishme që do të na shërbenin neve, do të ishin të mikpritura, do të ishin të dashura, të vlerësuara. Por në momentin që kjo mundësi, kjo teknologji sot, lajmet që na prezantohen sot, përdoren në të kundërtën për dëm të njerëzimit, atëherë këtu ne duhet të tregohemi të vëmendshëm. Pse? Sepse në Islam është vlerësuar lart intelekti njerëzor. Pra ne jemi besimtarë të fesë Allahut të lartësuar Islam, një fe e cila filloi me urdhrin lexo, drejt për së drejti, pra i drejtohet mendjes dhe intelektit. Po të shohim 13 vite të para të profecisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, çdo gjë lidhet në bazë të intelektit, në bazë të mendjes, në bazë të përdorimit të mendjes në mënyrë të duhur. Ftesa që bën Islami që t'i lexojmë situatat e ndryshme të jetës në perspektivën e duhur, shohim që në Kur'an her pas here Allahu drejtohet, a nuk mendoni, a nuk logjikoni, a nuk meditoni, që të gjitha këto e bën njeriu që mos të heci në atë rrymën e përgjithshme që ecin njerëzit, sepse jo se e bën njerëzit e mund të jetë diçka e drejtë, por veprimet që janë të përhapura në një shoqëri duhen të vlerësohen në bazë të këtij intelekti, kësaj mençurie dhe zgjuarësie që Allahu i lartësuar të ka dhënë. Ndryshe, nëse do të biesh pre, atëherë nuk i ke dhënë hakun mendjes tënde, nuk i ke dhënë hakun diturisë tënde, intelektit tënd, që për këtë do të jesh përgjegjës për Allahut të lartësuar, sepse Allahu do të kërkoj llogari pa diskutim se si e ke përdorur mendjen, do të kërkoj llogari se edhe pse ke vepruar diçka që njerëzit e kanë vepruar dhe ti nuk mund të justifikohesh nesër pas nesër se e bën gjithë edhe e bëra dhe unë. Por jo, Islami kërkon që çdo gjë që ne e marrim nga jashtë, e dëgjojmë, e shikojmë dhe e përpunojmë në mendjen tonë, duhet të jemi të aftë, të dimë ta filtrojmë, që ta orientojmë më pas drejt asaj çfarë Zoti është i kënaqur. Për shembull, konkretisht që të futemi akoma më shumë në temë, ne kemi një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam ku thotë që besimtari, mu'mini, nuk kafshohet apo nuk pickohet 2 herë nga e njëjta vrim gjarpri. Pra, herën e parë nuk e dije, mundesh që me të vërtet të kafshohesh nga gjarpri, sepse nuk e dije vrimen e tij. Ky është kuptim figurativ që e profeti alayhis salam mbas një ngjarje që ka ndodhur, por ama herën e dytë, nëse ti bie prej kësaj, atëherë do të thotë që është totalisht faji jot. Nuk do të thotë, nuk ka më faj gjarpri që të kafshon, është ideja, por ka gjetur mendjen tënde, të ka gjetur ty dhe të kafshon përsëri 2 herë apo 3 herë. Dhe kjo ka ndodhur në fakt, siç transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e tha në bazë të një ngjarje që ndodhi me një prej Mekasve, kur luftuan në luftën e Bedrit, Ebu Azze el Gjumahi, kalon si emër, i cili u kap rob lufte në Bedër, dhe ky çfarë i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe ky ishte një poet, ishte një orator që me poezitë e tij, oratorinë e tij i jepte zemër kundërshtarëve, pra, dhe u kap rob lufte, ndërkohë profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe i tha që
të më lëshoj, o Muhammed, pra më lësho mua sepse unë nuk kam lek më të dhënë fidjen që të shlyej borxhin e robit luftës, kam fëmijët vetëm kush do të kujdeset për ta. Pra e preku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në bazë të situatës dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në fakt i dha leje. Por edhe normalisht me premtimi që unë nuk do të luftoj më kurrë kundra jush si musliman. Ndërkohë, mbas një viti fiks do ndodhi lufta e Uhudit, ky ishte në krye të ushtrisë përsëri me poezitë e tij. Dhe përsëri ra rob lufte në Uhud, ama këtë herë kur ai i kërkoi leje profetit alayhis salam që ta lejonte mos ta mbante rob lufte, domethënë si herën e parë, atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha që besimtari nuk afshohet dy herë nga njëjta vrim. Pra, herën e parë për hatër të Allahut u mashtrova, nëse do ta sjellim në këtë formë, por ama herën e dytë nuk mundet që besimtari të mashtrohet në të njëjtën mënyrë, sepse kjo në fakt do të ishte ofendim, fyerje për intelektin tënd si musliman. Kjo do të ishte tallje me karakterin tënd si musliman, do të ishte tallje me karakterin tënd njerëzor. Dhe nga ky hadith të dashur besimtar, na shfaqet një model besimtari sipas Islamit. Pra, nga ky hadith ne shikojmë që kemi një model se si besimtari duhet të jetë në jetën e tij të përditshme, ku kërkohet kujdesi në maksimum, mos të rënë të pre e këtyre situatave, duhet të jetë i zgjuar, duhet të jetë i mençur, që nuk bie lehtë në kurthe dhe në mashtrime të njerëzve. Mund të ndodhë nga pakujdesia një herë gabimi, por më pas besimtari duhet të mësojë nga gabimi, se gabimi është pikërisht hapi i parë kur ti të shkosh drejt përmirësimit edhe të shkosh drejt asaj çfarë ty të përmirëson si njeri në karakter e në moral edhe në besim. Kështu, pikërisht për këtë çështje ne mësojmë se muslimani duhet të jetë vigjilent për çdo çështje të jetës së tij dhe nuk duhet të bjerë pre e këtyre njerëzve që më pas mund të kthehet në dëm personal, familjar, mund të kthehet në dëm material, pasuri, se ka me të vërtet shumë raste që njerëzit në emër të Zotit, duke u betuar vallahi, billahi, tallahi, të mashtrojnë e të zbukurojnë dhe ti për hatër të Zotit e ndihmon dhe i jep ndoshta një borxh, një diçka dhe ece merre më pas atë borxhin tënd mbrapa. Sepse njeriu ka karakter që të mashtroj, po ai me këtë mund ta ketë bërë një herë me ty, mund ta bëj dy herë me ty, por ama muslimani kurse si nuk duhet të bjerë pre e këtyre situatave. Ne po ashtu kemi një situatë të ngjashme në Kuranin famulart që se si njeriu duhet të jetë i matur në veprimet e tij. Në surën Huxhurat për shembull, Allahu thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." O ju që keni besuar, nëse ju vjen juve një fasik, një i prishur me lajme, para se të zbatoni atë çfarë thot ai, vërtetojeni. An tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sepse po të veproni me të parën që e dëgjoni atë lajm, ju mundet bëni vepra që më pas do të zgjoheshit të penduar. Do të pendoheshit për veprimet e juaja, sepse do të zbulojë më pas që nuk ishte ashtu siç ishte thënë lajmi, por ju vërtetojeni lajmin. Dhe kjo ka ndodhur po ashtu në kohën e profetit alayhis salatu wassalam, ku çoi një prej sahabëve të tij për të marrë zekatin nga një fis që ishte nënshtruar në Islam, e kishin pranuar Islamin, dhe erdhi koha e zekatit, dhe profeti alayhis salam çon pikërisht një prej sahabëve të tij që e kishte ngarkuar me këtë detyrë, dhe gjatë rrugës për tek ky fis vjen një njeri nga i fshat drejt profetit alayhis salam dhe pyet të sahabin ku po shkon, thot kështu më ka ngarkuar profeti alayhis salam. Ata thot ky, ata kanë dalë thot nga Islami, janë bërë gati për të luftuar kundër Muhamedit alayhis salam. I kanë nxjerr shpatat. Kështu ju mos shko atje sepse do të vrasin. Dhe ky e beson këtë lajm, kthehet tek profeti sallallahu alaihi wasallam, i thot kështu. Profeti çon Aliun radhiyallahu anhu për inspektim. Shkoi një herë, a është më të vërtet situata e kësaj natyre? Shkon Aliu
radiallahu anhu, pritet me të gjitha respektet, ishte i afërm i profetit alayhis salam, ata ishin besimtar, ata ishin totalisht të nënshtruar ndaj ligjeve të Islamit, ndaj profetit alayhis salam, dhe me shumë dëshirë e dhanë zakatin e tyre dhe nuk kishte asgjë të ngjashme me atë çfarë përshkroi ai njeriu fasik, pra i prishur që kërkonte të fuste shkatrim dhe përçarje midis muslimanëve dhe të tjerëve, dhe pikërisht për këtë ngjarje pra ne kemi shpallje të kësaj natyre që Allahu e shpalli në surën Huxhurat. Tani imagjinoj që profeti alayhis salam të vepronte me këtë lajm, pa e vërtetuar, të merrte ushtrinë dhe të shkonte atje. Pra mundet të ndodhte një luftë e pa qenë në realitet, sepse ti mund të shkosh me ushtrinë me armë, ai populli thotë këto po na sulmojnë dhe pa u sqaruar mund të kalosh në betejë. Dhe pikërisht Allahu thotë që o ju besimtar, kur t'ju vi thotë ndonjë fasik, ndonjë njeri i prishur, ju vërtetojeni lajmin, sepse ndryshe do të bëni pishman më pas për vendimet që keni marrë në jetën tuaj. Po të shohim sot, të dashur besimtar, që e thash dhe në fillim të ligjëratës që po jetojmë në një botë globalizmi që lajmi kalon në kohë rekord nga një vend në një vend tjetër, ne po përballemi pikërisht me një situatë kësaj natyre, ku me të vërtetë po ofendohet intelekti njerëzor, me të vërtetë njerëzit me pushtet, njerëzit që kanë synimet e tyre të errta në perspektivën tonë islame, po i keqpërdorin pikërisht këto mundësi që na ka ofruar shkenca sot, median, që të hedhin hi sy njerëzve dhe për të arritur pikërisht objektivat e tyre. Ne për shembull sot e kemi diskutuar dhe herë të tjera ndoshta apo në tema të tjera që këtë situatë të sotme që ne po përballemi, ku jemi të gjithë të ekspozuar ndaj lajmeve, ndaj ndodhive, ndaj interpretimeve sipas dëshirave të disa njerëzve, ka dietarë të cilët median e sotme me mënyrën se si ajo punon kundër gjërave themelore njerëzore, morale, të familjes dhe shet të keqen si të mirë dhe të mirën si të keqe, ta shet imoralitetin si diçka normale dhe atë normalen ta bën si klishe, si diçka e prapambetur, ku del në media lloj njeriu që nuk ka lidhje me morali, nuk ka lidhje me familjen, dhe ti e shikon, fëmia jote shikon, çdo kush në televizor e shikon, në shtëpinë e tij, në telefonin e tij, mirë po ka një gjë kur kjo imponohet me të madhe pa dëshirën tënde, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, kur kthehet në normalitet, kjo më pas bëhet e rrezikshme sepse fillon njeriu ta pranoj, fillon njeriu t'i duket si diçka normale. Ndërkohë Islami e kundërshton këtë lloj mentaliteti dhe intelekti njerëzor. Duhet ti jesh shumë i matur dhe të dish ti filtrosh gjërat në një kohë sprove, sepse ka, siç e thash, ka dietar që i kanë interpretuar këto situata të sotme si me qenë magji e qartë. Në surën Felek, wa min sharri naffathati fil uqad. Arjani e ka shumë qejf këtë, ma thot shpesh, këto janë surja Felek, thot Hoxh, dhe në fakt kështu është, këto janë surja Felek në këto kontekst, sepse me të vërtet po na e bëjnë të keqen të mirë ashiqare, po na e bëjnë anti-njerëzore në diçka të pranueshme. Dhe këtë e bëjnë dhe kanë thënë dietarët për shembull që media e cila është në duart e njerëzve dashakeqësi të pushtetarëve, të cilët e marrin median dhe e përpunojnë lajmin në interes të tyre, duke u përpjekur që t'i mbushin mendjen njerëzve, është fiks si magjistarët që bëjnë nyja njerëzve për t'i prishur jetën e tyre. Dhe në realitet ke ngjuti ndonjëherë ndonjë media që të thotë kjo lloj qeverie s'ka bërë këtë gjë apo s'ka bërë atë gjë, por gjithmonë del dhe thotë si çfarë bëri, thotë qeveriu sot, bëri këtë gjë dhe bëri atë gjë. Pra është totalisht në interesa. Por kjo më pas bëhet problem në momentin që bëhet si formë indoktrinimi në mendjet tona si musliman, e cila më pas është fatkeqësi sepse dëmtojmë rënd familjen tonë, dëmtojmë rënd fëmijët tanë, dhe kjo është e gjithë kujdesi që ne duhet të kemi si njerëz. Shiko çfarë ndodh tani.
gjërat, sepse gjërat po ecin shumë shpejt, çdo ditë ndodh diçka. Nuk ka 2-3 muaj dolën në lajme ndoshta dhe pa dëshirën atyre që apo ndoshta me dëshirën prapë ne jemi spektatorë sepse nuk e dim çfarë ndodh mbrapa, dolën ashiqare fliqësirat çfarë bëjnë njerëzit me pushtet, me të gjitha ato ndyrësitë që bënin me fëmijë të vegjël, me gjërat nga më të tmerrshme që nuk dua t'i përmend, domethënë në xhami, me fëmijë, me gjërat nga më të tmerrshme që i ka dalë emri shumë njerëzve të famshëm, shumë njerëzve me pushtet, por ti e shikon që për ta ndryshuar këtë mentalitet të lajme dhe për ta ndryshuar totalisht mendimin e njeriu që mos fokusohet më ke kjo dhe të filloj ta harroj atë, tak ndodh një ndodhi tjetër, të shitet diçka tjetër si më e rëndësishme. Pastaj bëhet një luftë diku atje, harrohet kjo më e rëndësishme. Domethënë harrohet gjëja më thelbësore, njerëzit që ishin të implikuar në gjërat më të fliqura, që akoma janë në pushtet dhe kanë pushtetin e njerëzve sot në dorë, e të kalojnë këtë situatë si me të qeshur, edhe ta ndryshojnë totalisht mënyrën e të mendimit tënd që ti ta harrosh atë, dhe të fokusohesh ke diçka tjetër. Kur fokusohesh ke kjo diçka tjetër, kjo lufta që ndodh me vendet arabe aktuale, domethënë, kur nuk shkojnë gjërat siç duhet, tak deli gjë tjetër dhe ai nxjerr një lajm më të rëndësishëm, thotë shkuam në hën. Dhe gjithmonë mendja jote si njeri është as i fokusuar këtu, as i fokusuar ke kjo tjetra dhe as i fokusuar ke ajo tjetra, sepse gjërat kanë ndodhur shumë shpesh, edhe shpejt, në një ritëm të tmerrshëm. Ndërkohë kur i shikon të gjitha këto më pas, po ti analizosh me një mendje të pjekur, del në konkluzion që në asnjë nga këto 3 situata nuk kemi dobi për mbarvajtjen e jetës shoqërore, por kemi vetëm shkatrim. Sepse në radhë të parë pam se sa jetë fëmijësh janë djegur, e vazhdojnë të digjen për interesa djallëzore të njerëzve të prishur që ja kanë shitur shpirtin djallit. Në radhë të dytë shikojmë se sa fëmijë të pafajshëm vriten, se sa miliona dhe miliarda dollar harxhohen në armatime, ndërkohë një shtet më tutje atje njerëzit nuk kanë ujë me pi. Nga ana tjetër ky thotë shkuam në hën, a shkuan a nuk shkuan, përsëri kjo njerëzit kanë filluar ta dyshojnë çdo gjë tani që paraqitet, sepse në fund të ditës edhe këtu udhen me miliarda dollarë dhe euro dhe në fund të ditës ngjova dikën nga ato që thonë që shkuam, domethënë, t'ia dim vlerën tokës, thotë se në çfarë vendi të dobishëm ne jetojmë, sepse mbi të jashtë toke është çdo gjë shkretë ti. Po ne këtë e dim, nuk është se po bëjmë shkencë, sepse në fakt në vetvete Islami orienton në Kur'anin famëlar që ti si musliman ti fokusosh të gjitha energjitë e tua në jetën e kësaj bote, në dobitë e jetës së kësaj bote. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Pra si ju e mohoni Zotin kur ju nuk kishit ju sollëm në ekzistencë. Thume yumitukum, thume yuhyikum, thume ilay turjaun. Pastaj ju marrim jetën, pastaj përsëri do t'ju ringjallim dhe tek Zoti do të ktheheni. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah është ai që krijoi gjithçka në tokë për ju njerëz. Pra çfarë do që ti si njeri kërkon të kesh, e ke këtu në tokë, nuk e ke në hën, nuk e ke në askund tjetër. Kështu që kur ti e çon fokusin ke diçka që nuk është në dobi të njeriu, edhe ta marrim të mirë qen totalisht që kanë shkuar atje, çfarë solli dobi kjo për jetën njerëzore? Asgjë, sepse në të njëjtën kohë tham po vriten me miliona, me qindra mijëra fëmijë. Me qindra mijëra të tjerë po vdesin urije në shtete të tjera, dhe sikur fokusi të ishte pikërisht për përmirësimin e jetës në këtë botë, atëherë kjo do të kishte vlerë, dhe Islami këtë ka synuar gjithmonë, dhe Islami këtë ka realizuar gjithmonë kur ka qenë pikërisht në fuqi e drejta Islami, që ka pas drejtësi absolute, kudo që ka shkelur e ka larguar nga posti atë që ka qenë zullumqar dhe i ka dhënë të drejtat njerëzve të përgjithshëm, popullit të përgjithshëm, ku njerëzit të jetojnë një jetë të lumtur me mundësitë që Zoti i ka dhënë në jetën e kësaj bote. Kështu që të dashur besimtarë, ne shikojmë pikërisht një situatë kësaj natyre që me të vërtetë ofendohet intelekti jon
Ndërkohë Islami nuk e lejon diçka të tillë. Ne si musliman nuk duhet bim pre e gjërave të kësaj natyre. Minimalisht të jemi të lirë në mendim, të jemi të aftë të mendojmë vetë. Mos na imponohet mendimi nga të tjerë se si duhet ta shikojmë jetën e kësaj bote. Sepse Allahu thot në Kur'anin famëlar që nuk mund të jetë i barabartë ai që shikon me ndriçimin e besimit, me shikimin e besimit që i ka dhënë Zoti, nga ai që nuk e ka besimin. Sepse është totalisht një perspektivë tjetër se si ne e shikojmë jetën. Dhe është shumë e rëndësishme që të jesh i lirë në mendim. Është shumë e rëndësishme që ta jetosh jetën i pavarur në mendim sot, kur me të vërtet po na imponohet çdo gjë. Sot çdo gjë është bërë me modë, është bërë reklam. Po ti vësh re njerëzit janë shumë të prirur të ndjekin çdo gjë që i jepet për t'u dhënë. Sot edhe mënyrën se si do të vishesh në dimër, si do të vishesh në verdhë, në pranverë dhe në vjesht ta imponon me një reklam, me një model, me një modele që del atje dhe kjo është rroba edhe ti shkon mbas ti lloj trendi. Ndërkohë në vetvete kjo nuk ka asnjë lloj dobie. Sot pikërisht kjo lloj reklamimi dhe larje truri që bëhet kashi njerëzve është e tillë se ata janë të aftë kur një çantë që në përpunim mund të bëj 5 euro materiali, ai ta shet 500 euro apo 5.000 euro sepse i ka vendos një emër mbi të. Dhe ti këtë gjë e merr si të mirëqen sepse ta ka imponuar i ty mendimin dhe ti nuk e jeton jetën bazë të mendimit tënd. Ndërkohë ne shohim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk mundet muslimani të bjerë 2 herë pre e dikujt që e mashtron. Një herë mund të bie shpreh nga padituria apo nga momenti, por jo herën e dytë. Sa e rëndësishme është që ta kuptojmë këtë mirësi të madhe që na orienton Islami. Sa e rëndësishme është të kuptojmë këtë mirësi të madhe që na jep leximi i Kur'anit perspektivën se si ne më pas duhet ta shikojmë jetën, me çfarë syri duhet ta shikojmë jetën. E nëse do të arrijmë në një situatë kësaj natyre ku ne do të përpiqemi që çdo gjë ta kthejmë në dobi të njerëzimit, ta kthejmë në dobi të së mirës, sepse në vetvete duhet kuptuar që kjo vjen drejt për së drejti si një urdhër i Zotit xhaleshanu. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nga ju të dalin grupe njerëzish që ata urdhërojnë të mirën, edhe e ndalojnë të keqen. Islami kërkon që gjithmonë të jemi vetëm pro së mirës dhe gjithmonë kundra së keqes. Dhe këtu bie mbi ne obligimi që kushdo prej nesh ka mundësinë që këtë gjë ta aplikoj minimalisht tek familja e tij, tek fëmijët e tij. Mos t'i lëj kurban të jetës shoqërore, mos t'i lëj kurban të aktualitetit shoqëror që është kundra gjërave më thelbësore të mësimeve islame, të moralit, të dinjitetit, të besimit, të pastër. Dhe është një luftë e madhe, është një xhihad i madh për gjithë secilin prej nesh, që pikërisht të mbrojmë vetët tona, të mbrojmë familjet tona. Dhe sa vlerë të madhe më pas kuptojmë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala si qenie njerëzore dhe si musliman, kur të jemi të aftë ta kuptojmë këtë mirësi kaq të madhe, këtë mënyrë perspektive dhe të menduarit të jetës. Elhamdulillah, falenderojmë Allahun xhaleshanu që na ka bërë prej tyre dhe lut Zotin xhaleshanu që na ruaj neve, ta ruaj familjet tona, na japi zgjuarsinë e duhur, siç tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ruajuni, tha, shiko tani, a bëjmë ne pjesë te kjo thënie e profetit apo jo, është e rëndësishme. Ruajuni, tha, mençurisë së besimtarit, ferasetit të tij, sepse thot besimtari thot shikon me dritën e udhëzimit. A shohim me dritën e udhëzimit apo jo? Kjo më të vërtetë është e rëndësishme. Se po pa me dritën e udhëzimit,
nuk do të ketë ndikim asgjë në shpirtin tonë. Nuk do të ketë asgjë ndikim në besimin tonë. Sepse sa e sa më të vërtet njerëz e besimtar bien prej situatave të kësaj natyre, bien prej sprovave momentale të kësaj natyre dhe mundet të rrezikohet besimi i tyre, rrezikohet namazi i tyre, largohen nga Islami për këtë fakt, sepse në momentin që ai do të hudhi balt mbi besimin tënd, mbi Islamin, do ta përpunoj aq bukur dhe ti nuk do të jesh i aftë ta analizosh këtë gjë, patjetër që do të ishte problem dhe sprove madhe për gjithë secilin prej nesh. Po lutim Allahun të na japë pjekurinë e duhur, diturinë e duhur, që të jemi të aftë, të dim, të kalojmë me sukses këto situata dhe këto sprova aktuale me të cilat ne po jetojmë. Allahu inshallah na bëf prej tyre. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inshallah është problem.